Unë e quhem Rasmus Baniu dhe jam kryetari i shoqatës kulturore shqiptare Iliri e Pamër. Dhe sot jam këtu ju vetëm si kryetar, po mbi të gjitha edhe si një familje e madhe që beson në bashkim, respekt, lidhje dhe vlera njerëzore. Pikërisht mbi këto vlera është ndërtuar edhe Iliri Pamër. Ky turnim nuk është vetëm një garë sportive, por një vend takimi, një hapësirë ku krijohen miqësi, forcojnë lidhje dhe ndërtohen ura mes njerëzve, komuniteteve dhe kulturave tona. Ne jemi veçanërisht të lumtur që përmes këtij turniri po ndërtojmë ura mes komunitetit shqiptar dhe atij gjerman, mes Prishtinës, Tiranës, Shkupit dhe Bambegut, mes traditave tona dhe mënyrave tona të jetesës, madje edhe mes shqiptarëve shqiptare dhe rrugodave gjermane. Sepse kurdor buka, sportet dhe buzëqeshja do ato dhe zemra. Dhe atëherë të gjithë dihemi me afër njëri tjetrit. Sot këtu janë mbledhur shqiptarë nga të gjitha tregat, nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali Zi, Lugina, e Prishtinës dhe diaspora. Të gjithë së bashku, pa dallime dhe pa kufi, si një familje vetme e bashkuar nga gjuha, kultura dhe dashuria për rrënjët tona. Vetëm së bashku jemi të fortë. Vetëm të bashkuar mund të ruajmë identitetin tonë, të mbrojmë kulturën dhe të përcjellim në krenari brezave që vinë pas nesh. Dhe këtë e tregojmë edhe sot në fushë. Sot nuk luajmë vetëm për golla, për pikë dhe për kup, por luajmë për miqësi dhe për respekt dhe për mirëkuptim. Edhe nëse dikush humb një ndeshje, shpresoj që të paktën të fitojë një mik të ri, sepse në fund të ditës rezultati harrohet, por miqësia mbetet. Kur flasim për historinë tonë dhe për rrugën që kemi kaluar si popull, nuk mund të mos ndalemi edhe te historia e Kosovës dhe të sakrificat që janë bërë për liri. Rruga drejt pavarësisë ka qenë e vështirë dhe e mbushur me sakrificë, por populli nuk e humbi kurrë besimin në liri dhe dinjitet. Në 17 shkurt 2008, Kosova shpalli pavarësinë e saj, një ditë krenarie dhe shpresë për të gjithë shqiptarët. Që nga e ditë kanë kaluar tashmë 18 vite, që na kujtojnë sa shtrejtë është liria, edhe më e rëndësishme është ta ruajmë. Ky turne sot është një festë për pavarësinë dhe për rrugën që kemi kaluar bashkë si popull. Jemi veçanërisht krenarë që këtë turne e organizojmë së bashku me partnerë të fortë. E falenderoj Brini Marketin nga Augsburgi dhe tashmë mund të shtrajsajmë, shoqatën kulturore Ganimetit Tërveshin e Erlangen dhe organizatën humanitare Zorfe Margitarit. Ky bashkim tregon se kur punojmë me zemër, me besim dhe përkushtim, mund të arrijmë shumë më tepër se sa secili veçmas. Të gjitha të ardhurat e këtij turneu do të shkojnë për qëllime humanitare, sepse për ne sporti nuk është vetëm një lojë dhe një lojë siç thash, por është përgjegjësi, solidaritet dhe ndihmë për ata që kanë nevojë. Në fund, duhet të falenderoj të gjithë nga zemra, të gjithë ekipet për lojën e ndershme që do ta bëjmë, vullnetarët për përkushtimin e tyre, sponsorët për mbështetjen dhe secilin për jush për pranimin, energjinë dhe të dashurisë që s'e sot këtu. Faleminderit. Duhet mir ja fjallën kryetarit bashkësisë të Bambegut und ab jetzt auf Deutsch oder Fränkisch. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier nach Steglitz-Aurach kommen darf und den Hausherrn Thilo Wagner als meinen Gastgeber mit begrüßen darf. Ich freue mich sehr, Thilo, dass ich hier sein kann und in dieser Halle, um hier ein tolles humanitäres Turnier erleben zu dürfen. Sie haben ja gerade schon davon erzählt, dass es um die Erinnerung an die Heimat geht, an die Freiheit in der Heimat, nachdem Albanien endlich unabhängig wurde, Kosovo, Entschuldigung, und ja, aber auch befreit wurde von der Unterdrückung. Ja, vielen Dank. Was für, ja, werte Damen und Herren, liebe Gäste, lieber Wolfgang aus der Stadt Bamberg, unser dritter Bürgermeister, schön, dass ihr heute hier in Steglitz-Aurach seid und ich denke, ich kann stolz darauf sein, dass so ein Turnier bei uns in der Gemeinde stattfindet. Das ist einfach eine Veranstaltung, die Sport, Kultur und die Mitmenschlichkeit in eindrucksvoller Weise verbindet.
Dhe në fund kam kënaqësinë që ia fjalën kryetarit të organizatës humanitare, zotit ndërkombëtar. Sot vetë sa ka dhënë. Që nga ka më që më barë të është nga shërmirë. Fjallimi për njësën me një falenderim për drejtorin e organizatës Iligan Kasios Bahin, falenderit që nga këftu, nga këndëru që shqiptarë jemi një shqiptarit, po ashtë dhe i falenderim dhe akterët e tjerë që ka qenë në gëmsë në këtë organizëm. Ekipët e pesmasë e veqërore e qësese, le të fjetojnë me Emili, le të fjetojnë zartë e mërgjimtarit, Gjitha të jura që shtarë dhe kastrioti dhe shkojnë për projekte të tona humanitare. E unë është rastë më i falenderu që gjithmonë keni qenë aktiv edhe ndihmus për aktivitetet tona që i bojmë në Kosovë. Zoti ju nderoft. Në fjalimin nuk jam i mirë, po të gjithë të jam shalom ka një përqatem, aty jam i mirë. Zoti ju doftë ju rujt e inshallah e shkallë. Para se të fillojmë ndeshjen e parë, kemi kënaqësinë të shijojmë një këngë të bukur nga Elina Ardio. Ju lutem të pritni me duar të rritje. I dërguar i Zotit, kur e kam pyet cilin njeriu është më i mirë,
ai I cili është I mirë për të tjerët, ai I cili kontribon për të tjerët. Pra, sa më dështore është ky tubim, sport me qëllim ndihmë, me qëllim humanizmi. Zoti inshallah këtë vepër e shkruan si një vepër e madhe edhe gjithmonë ta ndjekim këtë rrugë vëllezër. Pra, ne jemi njerëz atëherë por ndihmojmë të tjerë. Zoti e bekoft popullin shqiptar, edhe me si imam jem krenar me popullin tim, në veçanti me këto djema të Bambergut që unë personalisht në xhamia ne kemi një historik I gjatë I mundi 23 vjet. Edhe njëre sot e ndjej veten në të vërtetë I privilegjuar që jam para jush, sukses e Kastillon. Më lejoni se harrova, njeriu është harrues. Xhamia apo vëllezëria në xhami dëshirojnë këtë manifestim, këtë tubim madhështor që pra të marrin pjesë edhe ne me një mënyrë simbolike një ndihmë. Ashtu që unë e thirr së pari kryetarën e xhamisë, po ashtu e thirr përfaqësuesi I zafit të mëngimtarit e dalë këtu, vëllau jon Seferi e dëshiroj në emër të gjithë atyre antarëve të xhamisë, këtu para jush të urojmë një dhuratë për të gjithë ata nevojtarë në lindje. Kjo është vetëm një mënyrë simbolike dhe po ne gjithmonë do të jemi pas ju, edhe pas çdo personi I cili punon për popullin për vetëlindjen. Përshëndetje edhe një pregje. Masha Allah, shpresoj që to që do thamë është me sinceritet. Edhe nëse ishin 10 milionerëve që këto, nuk më kishin kënaqur më shumë, se sa që bjusha këtë më shumë. Shumë që kanë dhuru, edhe për juve që vazhdoni me kontribu, sigurisht e Zoti ka më shpërbyer gjitha, e unë vetë që dua shumë të jam me. Tani kam kënaqësinë që prezantoj sponsorin tonë kryesor dhe një miq shumë të çmuar për mua dhe shoqatën tonë. Ai ka qenë gjithmonë pranesh me mbështetjen të sinqertë, besim dhe zemërgjërsi, jo vetëm si sponsor, por edhe si një mik I vërtetë I komunitetit. Falë për kushtimin dhe punës e tij, ky turnej është realizuar me sukses. Për këtë falenderojmë të gjithë nga shoqata. Ju lutem të veprimni me lidhje trokitje, pronorin e Drini Maket, fitim të mashëm. Përshëndetje të nderuar bashkëpunëtorë të dashur, unë jam tepër I përfaqësuar se ka shumë në një pjesë të bashku. Ne tash dikon 2 vite bashkëpunojmë me shoqatën këtu në Bamber. Jemi mirënjohës për punën, për kontributin për këto vajza jam se po në shoqatën këtu në Ilirian Bamber. Ne si kompani do të jemi gjithmonë afër jush, aty ku kemi mundësinë do t'ju mbështesim me zemër dhe me krenari. Unë veç di një kanë, çdo njëri për jush këtu, Zoti ju bekat, Zoti ju nderoft edhe gjithë të mira për secilin qytetar si është ana e banë botës. Ju falenderoj shumë. Shumë të rëndësishme për organizimin e këtij turneu, veçanërisht në aspektin sportiv. Ai na ka mbështetur vazhdimisht në shoqatën e tij me përkushtim dhe bashkëpunim të sinqertë. Fal angazhimit të tij, organizimi I këtij turnei ka qenë shumë I erdhur dhe profesional. Ju lutem të pritni me një dhuratë trokitje të ngrohtë kryetarin e shoqatës kulturore nga Nimeti Terveshi nga Ellangini. Përshëndetje gjithëve. Deri tani kom folë po në mikrofon, po nuk po tash po shoh se e në mirë për shumë. Faleminderit pas Kastillon për këto fjalë të bukura dhe për vlerësimin e sinqertë. Ky turneu është rezultati I punës dhe përkushtimit të përbashkët e shoqatave tona. Prandaj ky sukses I takon të gjithëve.
Faleminderit. Faleminderit edhe të gjithë mustaferëve për mbështetjen dhe atmosferën e mrekullueshme që keni bërë. Kalofshi sa më mirë. Faleminderit. Të dashur musafirë, sot në sallë e kemi edhe një fitues olimpik një mundje. Është një nderi veçantë që prezantoi një figurë të madhe të sportit shqiptar. Në lojrat olimpike në Los Angeles në vitin 1984, në moshën vetëm 19 vjeçare, ai fitoi medaljen e argjend dhe hyrën në historinë e sportit shqiptar. Ju lutem një duar tregitje të ngrohtë për Shaban Rëstetin. Me dhjone në emër tim, si një sportist shqiptar për përshëndes, me dorën në zemër të gjithë dhe ju, këtu që jeni pranishëm, që në keni javë në këtë turnirin futbolit, mund të themi, po kjo është një turnir më i madh se futboll. Kjo është një lojë që në emër të shoqatës Liria ka organizuar për të ndihmuar popullatën shqiptare ati ku ka nevoja. Prandaj, të gjithë ju jeni humanist me shpyrë që keni ardhur për të ndihmuar njerëzit që kanë nevojë në Kosovë edhe në Maqedoni. Të durat bashkëtar, ndërkombëtarë shqiptarë, keni qenë në shpëtimin e kombit shqiptar. Sot që e gëzoni njeriu në Kosovë edhe në pjesë të Maqedonisë, është pikërisht zemra e diasporës shqiptare, që nuk e lën asnjëherë të vuajë e popullata, kur jeni shumica për shkakun të rinj. Po pavarësisht të juve, së gjyqit tonë që kanë qenë në atë kohë, janë që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh për lirinë e sotit që e gëzonin ne shqiptarët atje. Prandaj, mos të harroni, këto edhe pse është një numër i vogël, po e keni shpyrtën e madhe të dashur bashkëtarë. E keni shpyrtën e humanizmit. Këto përshëndeton njeriu Zharfi i Mergimtarit, kjo rastisht një emër shumë i bukur, që në çdo shtëpi ku ka nevojë shqiptari, një familje që e prit dorën e Mergimtarit, që e prit dorën e Zharfit të këtij njeriu që është këto para nesh. Prandaj, gjithë humanist që ka mu shoqata e liria është adrenalinë. Sepse u të përstëtu duke falëndru edhe ta njerëzit që japin ndjesit e vetë, japin në trupët e vetë për me i timu familjarët të nevojë. Një falënderet edhe për roqën, që do të jeni krenar për qëtë ata që janë pesitarë të islamit, që në përmjet të roqës edukojnë edhe fëmijët tonë, edhe besimin, edhe kombëtarisht. Prandaj, ju lutem të gjithë, mos harroni edhe rezultatin që vjen nga mëdhëja. Është mirë që tash kemi shumë rezultate. Kemi edhe nga shqiptarët nga Maqedonia, nga Kosova, nga Shqipëria. Do bashkërisht të bashkohemi forcat që sa më shumë kemi sukses. Nuk është ajo kohë e përpashur që s'kemi parë më forcë me dhënë kontribut, me tregu historinë tonë. Po çdo tash kemi atë forcën, çdo sakrificë, çdo human, çdo i mirë pozitiv duhet të diskutohet edhe të shkruhet libra. Prandaj, ju lutem të gjithëve, unë të shkruaj që ju generacioni i ri të vazhdoni rrugën e këtyre sukseseve për të ndihmuar popullin që kanë nevojë. Faleminderit shumë për suksesin. Këta personat të zgjedhur kanë edhe një vlerë.
Faleminderit shumë. Tani dua të shpreh milionin time për sponsorët tanë të cilët na kanë mbështetur me zemër dhe besim. Fal kontributit tyre, jo vetëm që ky turnir është realizuar me sukses, por kemi ndihmuar edhe ndërtimin e shtëpive të moshuara në Kosovë. Kjo tregon se kur bashkëpunojmë për një qëllim të mirë, mund të bëjmë gjëra të mira. Për këtë falenderoj nga zemra sponsorët tanë. Drini Market, Transport Kufu Mashkushtimi, Alba Street Food, Ilirian Boxing Kulba, Transport Kufu Mashkutlimi, Garten Baumeka, Balkan Bekaraj, Xhamia Trojë Shqiptare, Elida Ice Cafe, Alora App, IM Trockenbau, Pizzeria Elida dhe Pizzeria Alora. Faleminderit. Të shijur një paraqitje dhe veçantë një çiftëri nga Lozim Zymeri dhe Fetim Zymeri nga shoqata kulturore shqiptare nga niveli Kërkeshë Arnane. I mora henës në të ishte edhe djeri. I mora ujt, i mora erës në të ishte edhe shiu. I mora ujt në të ishte edhe njeriu. I lidha të gjitha bashkë edhe si imper shkëqeu. Krye fjala e fjalëve akdheu. Shtatën dhe shtunë, 2 pjetë, do të respondët për një. Sa shënjit o dorë për ty, sa shënjerës jetua rëndësi, gjaku këtu u dersi në herë, që njëri të ketë këllë. Kosova ime, sa shumë të dua, sepse jetë shkapu mua, sa të lutu, të gjithë në jemi, liri të shtetit, për gjithmonë kemi. Me punë e dire, ecim për para, ecim nga drita, ecim nga mbara. Tani pas këtyre momentit të bukura prekse vime dhe momenti dhe në së sportiv. Në shumë emocion në këtyre të përjetues
së bashku finalin e madhe të turnirit. Ju uroj sukses të ekipeve, në ndeshjet e bukur, ngjashme të krahat nacionale. Ju falenderoj që jeni partizanë, falenderoj. Shimi drejtorit më mirë dhe portierit më mirë. Drejtori më mirë këtë. Drejtori më mirë nga FC Balkan e njësu me numrin 5 Halit. Esta Shida. Minutin e parë provincia. Portieri më i mirë i turnirit u shkoll e portieri i Iliri Bamberg. Skënder! Vendin e dytë, ekipe e Iliri Bamberg. Urime. Erster Platz, vendin e parë. FC Balkan. Urime. Musafirët e nderuar, tash përfundon turniri jonë, inshallah keni bërë të kënaqur. Ju falenderoj edhe herë që kanë kontribuar për këtë turnir, falenderoj zotit e meritorit, musafirët e nderit edhe inshallah ju uroj falenderoj shumë. Dashur njerëz mirë, vetë se e përfundum turnirin të organizuar këtu nga shoqata Iliran në Bamberg, një turnir humanitar, i organizuar nga Kasriat Spahiu, drejtori i kësaj shoqate, bashkë me arkataren Gjenin dhe me Mursel Islamin, të cilët shfrytëzoj rastin të falenderoj nga zemra, po ashtu edhe imamin e xhamisë në Nürnberg, si dhe gjithë pjesëmarrësit që kanë kontribuar sot me shumën të cilën tash kanë më na dhuru. Mirë po para se me e marr, po du me të falenderu edhe një herë. Falenderit. Falenderit shumë. Na ke nderu, na ke respektu, Zotin nderoft, e inshallah dhe juve shkon barë. Nëse dënë me thonë diqka, i rastin edhe para kamerës. Falenderit. Unë e përgëzoj Maspori punën e Zarfit Mërgjimtarit, na bën krenar në event diaspor. Ne jemi të lindun edhe rritun në gurbet, po se kemi arru kur abdhejon, Kosovën, gjuhën dhe kulturën tonë, dhe sot e kemi shumën 10.800 euro që do t'ja japim Zotri Seferit. Falenderit shumë. Unë për marë se ta. Dashur njerëz mirë, kjo është shuma që është të busat në turnir. Zoti i shpërbleft iniciatorët, po ashtu edhe bizneset që kanë marrë pjesë dhe kanë kontribu për zhvillimin e këtij aktiviteti. Gjitha këto para do të shkojnë për shtëpinë e të moshuarve, të cilën do ta ndërtojmë me lejen e Zotit. Dhe unë juftoj që të bashkoheni sa më shumë, ta dëni një tjetrin e të punoni punë të mira e të mbara për vendin këto,
një po edhe për update-un e juaj. Na ju përshëndesim, bashkë, bojmë dorë.